Transmetot Malik ibn Dinari, I cili ka thonë: imani fillimisht ja fillon të bin në zemër, sikur pema e cila bin. Nëse ai pronari tha e ujit me çka? Me dituri, e ujit me vepra të mira dhe ja hek pengesat, tha jo ngritët, I ban degat e larta dhe ban hije dhe frit. Tha po nëse një pem bin, I lën çdo sen që e pengon, nuk e kultivon, nuk e ujit, nuk kujdesesh për ta, çka ndodh? Tha Malik ibn Dinar, tha kalon pran asaj peme një kafshë e therr, apo ven fëmit lujnë me ta dhe e shkull. Dashti me thonë se nëse nuk e kultivojmë imanin, imani do pësohet derisa mos të ekzistoje më. Gjithashtu transmeton Khajtheme ibn Abdurrahman, I cili ka thonë: imani trashet në tokën pjellore. Tha toka pjellore, tha në veprat e mira, dhe imani tha do pësohet dhe thanë në shkretira janë, tha gjunoat dhe makat. Gjithashtu transmeton nga selefët, të cilët e pyetën njënin nga selefët dhe I thanë: imani shtohet dhe imani pakohet. Tha imani shtohet dhe imani pakohet. Tha sa shtohet dhe sa pakohet. Tha shtohet derisa të bëhet sa kodrë, dhe paksohet derisa të bëhet hip lum. Ndërsa transmeton Sufjan ibn Ujejne, kur e pyeti vllau I tij Ibrahim ibn Ujejne dhe I tha: ja Aba Muhammed, po thu se imani paksohet. Tha imani po thu se shtohet dhe paksohet. Tha si po thu që paksohet? Tha hesht o fëmijë. Tha nga se imani paksohet deri të asgjësohet. Për këtë arsye Ibn Taymija ka fol në librin e ati Kitabul Iman al-Kabir wal Awsat, të tuli librat, çfarë forma shtohet dhe kushtohet. Tha shtohet bindja, shtohet dashuria, fjalë dhe vepra e zemrës shtohet. Tha si shtohet? Tha janë të barabarta I cili I din shartët e imanit në përgjithësi, besimin Allahun, librat, pejgambert, ai cili I din në manirë të përgjithshme dhe ai që I din në manirë detale. A janë të barabartë? Tha nuk janë të barabartë. Për këtë arsye kjo tregon se ai që I din më detale, dhe ai që I din me argument, dhe ai që I din pa argumente, janë të barabartë. Tha nuk kanë mundësi këto të ditë të jenë të barabartë, që tregon se imani shtohet dhe imani pakohet. Po ashtu thot, dituria e njerëzve prej njeriut në njeri dallon. Dikush e ka kapacitetin më të lartë, kupton më tepër se qetë. Pra ata Ibn Taymija tha, ai që e kupton fen më shumë se ai që e kupton më pak, nuk janë të barabartë në iman. Ai që e kupton më tepër, ka frikë Allahun më tepër, punon dhe më tepër, kontribon dhe më tepër. Pra ata Allahu ka thonë: innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Frikën më të madhe ja kanë Allahut azza wa jall besimtar. Gjithashtu Ibn Taymija tregon dhe thot, dhe dashuria Allahut, frika Allahut nuk janë të njëjtë. Tha jo që janë të njëjtë prej njeri. Se thot pejgamberi Allahut, e ka shiju ambëlsirën e imanit kush ki. Pra të gjithë nuk e kanë shiju ambëlsirën e imanit. Dikush e ja shijon, e dikush ende s'ka arrit ta shijon. Të ditë janë musliman, si nxjerrimi për besimit me gjithë ata, janë të një shkallë, s'ka mundësi. Tha po vetë njeri ndryshon prej zamanin zaman. Dhe njerë thue valla mu ka shtu iman, mu ka shtu friga, mu ka shtu dashuria, dhe njerë bash ma hafif, ma I let në dashuri dhe në frikë. Tha këta e ndin të gjithë njerëzit, e në veçanti vëllezër të ndershëm, kur jemi në vepra, çdo njeri nga ne e nin këtë. Për këtë arsye, ulemat e Ahlusunnetit dhe Xhamatit janë dallu nga sektet të tjera, nga fraksionet tjera me këtë parim, se imani shtohet dhe pakohet. Imani shtohet dhe pakohet.
Pasi që imani shtohet dhe pakohet, atëherë sigurisht që muslimanët s'kanën një kategori. Sa kategori janë besimtarët në imanin e tyre. Pra vëllezër të ndershëm që të kuptoj. Kena mundësi me i thonë njonit, ti jetë kamet, do me thonë që musliman minimal, mesatar dhe maksimal.